12 vjet në kurrizin e popullit, tirania moderne ka emër Edi Rama. Deri kur Zoti Rama? Kjo është pyetja që rëndon sot mbi mijëra shqiptar, të lodhur nga premtimet boshe, shkënjimet sistematike dhe nga një qeverisje që, në vend që të udhëheqë me dinjitet e vizion, ka zgjedhur të kalorojë në kurriz të popullit. Si një kalorës i shurdhër ndaj dhimbjes së kalit. Janë bërë plot 12 vite që Edi Rama ka hipur mbi frerët e pushtetit. Ai që dikur premtoi rilindje, ka sjellë rënim. Ai që thoshte se do të bënte shtet, e ka kthyer shtetin në një shërbëtor të klientelës, oligarkëve dhe bandave që sot diktojnë ritmin e jetës në vend. 12 vite plaçkitje dhe propagandë. Në vend të reformave të thella, kemi parë fasada me ngjyra që fshehin zymtinë e realitetit. Në vend të rritjes së mirëqenies, kemi parë largimin masiv të shqiptarëve, që ikin për ditë me traget e avion, duke lënë pas një vend të boshatisur, një tokë që po mbetet pa njerëz. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës, e bukur për sy të huaj, por e pabanueshme për bijtë e saj. Ekonomia? Vetëm për të pasurit. Ndërkohë që çmimet rriten dhe rrogat mbeten në vend, Rama dhe qeveria e tij i japin me koncesione gjithçka që është publike. Nga rrugët e inceneratorët, nga portet e deti, gjithçka shitet me një firmë, pa transparencë, pa llogari. Miliona euro për një grusht njerëzish, ndërsa shqiptarët ropaten me ndihma ekonomike qesharake dhe një sistem shëndetësor që nuk ka më as barna, as shpresë. Arsimi? Një karikaturë e dijes. Studentët protestojnë, por Rama u thot, mos bëni si revolucionar me breg të grisura. Universitetet janë kthyer në pazare diplomash, ndërsa shkollat në periferitë e vendit janë gjysmë të rënuara. Mësuesit janë të nënvlerësuar, nxënësit të demotivuar dhe ardhmja e këtij vendi po shuhet pa zhurmë. Drejtësia? E kapur nga koka. Ndërsa shqiptarët kërkonin drejtësi, Rama ndërtoi një sistem të drejtësisë së re, ku vendimet merren nëpër telefona e zyre partie. Spak përdoret si thikë selektive, godet armiqtë e pushtetit, por harron skandalet që burojnë nga vetë qeveria. Asnjë ministër nuk është dënuar për korrupsion, asnjë aferë nuk është zbardhur deri në fund. Mos ndoshta sepse të gjithë i lidh dhe njëjta kupol? Media? Në darën e pushtetit. Gazetarët ndëshkohen, portalet blihen, emisionet e mëdha mbyllen ose kontrollohen. Edi Rama e ka kthyer Shqipërinë në një arenë propagande të njëanshme, ku zëri kritik zëvendësohet nga meme dhe monologje me fishkëllima. Dëmi më i madh, humbja e shpresës. Por ndoshta dëmi më i madh që i është bërë Shqipërisë në këto 12 vite është humbja e shpresës. Sot të rinjt nuk ëndërrojnë më të ndërtojnë këtu, por të ikin. Sot fshatrat po shuhen, qytetet po mbushen me beton dhe vendi po rrezikon të zhduket nga brenda. Deri kur Zoti Rama do të vazhdoni të kaloroni mbi shpinën e shqiptarëve? Deri kur shqiptarët do të durojnë në heshtje, ndërkohë që ju vazhdoni të ushqeni arrogancën, abuzimin dhe shtirjen? Koha për t'u ndalur ka kaluar. Sot është koha për t'u përballur. Me të vërtetën, me drejtësinë, me popullin. Dhe nëse populli ende nuk ka folur me zë të lartë, nuk do të thotë se nuk ka zemërim. Ai po mbledh frymë. Dhe kur ajo frymë të shpërthej, nuk ka propagandë që e ndalon. Shqipëria nuk është pronë e askujt. Shqipëria është e shqiptarëve. Dhe shqiptarët kanë të drejtën të jetojnë, jo të mbijetojnë. Kanë të drejtën të shpresojnë, jo të luten. Kanë të drejtën të qeverisen, jo të sundohen. Dhe kur kjo të ndodh, Zoti Rama, kalorimi juaj mbrapsht do të marrë fund.